Balluku, para faleminderit për bukuroshin, po mu bukurosh kështu kam lind. Ty bukuroshe të bën para të shqiptarëve. Kështu që ka një diferencë madhe. Ti do bëje mirë këtu të na flisje, për Tigrin 1 dhe Tigrin 3. Ti do bëje mirë të na flisje këtu se si ti je vetmja që nga gjithë Europa, në popullin më të varfër të Europës, ke sjell kilometrin më të shtrenjtë të botës. Plot 25 milion euro. E ke bërë vetëm ti. Në Austri, kolektet tu e bëjnë me 14 milion euro kilometrin. Ti zojnë vjen këtu, në popullin më të varfër të Europës me 40.000 lekë ndihmën ekonomike, 25 milion euro kilometrin. Dhe rrugët të shkatrohen me një shi. Duhet flasësh për këto. Bukuroshët gjej në kohën tate, jo në parlament. Këtu fol për këto dhe për dhunën që folën koleget e tua, zonjusha apo zonja, duhet ta dini që në politik, nëse ka ndonjë politikan që shquhet për dhunë ndaj grave, nga e Kelana në Pogradec e deri këtu në kryeministri është Edi Rama. Dhe për dhunë në këtë parlament, dhe dhunë për këtë parlament, vetëm një parti ka nxjerrë armën dhe ka plagosur deputet në këtë parlament, dhe është partia që përfaqësoni ju, kur ka plagosur Azem Hajdarin, heroin e demokracisë. Kështu që për pjesën e dhunës, ulni kokën, kërkoni ndjes edhe jepni përgjigje pyetjeve. Fjalën e ka përsëri zonja Balluku në emër të Këshillit Ministrave. Eksakt, se kush e tha se do roj më shumë? Shals, nuk duhet rosh më shumë se unë është do rast. Tani ky është problemi. Problemi që është tani, ky filloi të besoj që është bukurosh, kjo është më e keqja. Dhe do me thënë, dhe pashën bukurosh ças thoshte, tani me këtë epitetin do të çmendet fare, po s'ka gjë do ta pranojmë. Mund t'i pyesësh se unë u çudita pse ti mërzitesh kur të përmendet emri babait, po mund të pyesësh edhe Fariun, edhe Jetën, se ande nga fisi im ne jemi të bukur përgjithsisht. Kështu që nuk na është dasha si lek, kupton? Meqense e bëm pedante këtë si bisedë. Tani, ti je ai djali, do me thënë s'ke ndryshuar fare në këto 6 vite që vje dhe shtrieshe tek unaza e re, në rotat e autometeve për të bllokuar ndërtimin e aksit më të rëndësishëm për krye qytetin. Ndërkohë sot kalon me automjetin tënd me shpejtësi pa qëndruar në trafik dhe ndërkohë sot të gjithë ata që jetojnë në unazën e re, në të dyja krahët dhe nga Astishin, investimet e huaja në 2013 kur Edi Rama mori drejtimin e këtij vendi, por po ju them që edhe krahasuar me veten tonë, brenda një 6 mujori jemi plus 8 milion, kemi arritur 759 milion investime të huaja, për të mos folur pastaj për të gjithë brendet e huaja që sot vinë dhe operojnë në Shqipëri për shkak të transparencës dhe të gjithë kuadrit ligjor që ofron ky vend. Ju investoni për të prishur imazhin vendit në çdo fjalë tuajën, ju investoni fuqimisht për ta bërë me baltë Shqipërinë. Dhe këtu do ta mbyll edhe këtë fjalë bukurosh. Kur të drejtohem ty, atëherë mund përgjigjesh. Tani po flas me kolegun tim Noka. Dhe një fjalë e fundit. I dashur koleg, të lutem, kur del edhe bën akuza, vëri emër akuzave pasi të gjithë kolegët e mi këtu nuk kanë qenë kur në Aruba, edhe mund t'i kishte rënë rruga për punë apo për nuk e di konventa, takime etj, po asnjëri nga ne nuk ka qenë në Aruba. Kështu që nëse ke informacione, bën mirë mos hedhësh tym siç i hidhet kosherës bletëve dhe dilni pastaj dhe gumzhini para kamerave dhe se dini as vetë se çfarë thoni, por vëri emra. Kush janë ata që kanë shkuar në Aruba, se ne këtu nuk kemi shkuar në Aruba. Dy minuta replik, zoti Noka. Tani, unë prisja që të fliste zonja zëvendës kryeministre për kartelet, për farsën zgjedhore, për vendimet e qeverisë, për të blerë votën e pensionistëve, për vendimet antiligjore të qeverisë për të falur gjobat shqiptarëve,
doja të fliste dhe të kërkonte ndjes për thasët që qarkullonin me euro për të duke blerë votat. Doja të fliste këtu për policinë e cila ishte shoqëruese e bandave dhe krimit organizuar dhe e karteleve në të gjithë zonën, në gjithë Shqipërinë dhe në çdo qendër votimi. Doja të doja këtu që të thoshte po, do ndërhyjmë edhe në polici shtetit, sepse jemi vetmi vend në botë që kreun e policisë shtetit e ka caktuar kartelet, karteli Qela dhe karteli Troplini. Është i vetmi vend botë që kanë caktuar drejtorin e policisë shtetit. Investimet e huaja që vetëm në 6 mujorin e 2 të vitit janë rritur me 8 milion duke shkuar 759 milion euro investime vetëm për vitin 2025. Mos t'i krahasoj me 2013, se pastaj thoni akoma krahasoni me 2013, po ç'të bëjmë? Të krahasojmë me veten tonë. Ne krahasojmë. Të mbaroj... Jo, fjalën do ta marr sepse jam po flas në emër të qeverisë dhe për më tepër ju kam dëgjuar mu përmend dhe emri dhe nuk e mora kohën parlamentare për ta çuar dëm për njerëz që nuk është se kanë ndonjë vlerë edhe kur ma përmendin emrin. Kështu që po i kthejmë investimeve të